Mbyllja e hapësirës gjigante e cila ishte shndruar në një vatër të madhe infeksioni dhe rreziku në zonën te Kishkin e Mali Demi në Vlorë, ka tërhequr edhe vëmendjen e qytetarëve, banorëve dhe përfaqësuesve të bizneseve në këtë zonë. Prej më shumë se 15 vitesh, ata janë gdhirë ngrysur me pamjet e shëmtisë të gropës gjigante, por kanë qenë edhe të ekspozuar ndaj rrezikut të sëmundjeve infektive apo edhe të jetës, për shkak të thellësisë së gropës, pasi në një mungesë vëmendjeje mund të përfundojë brenda saj. Banorët vlerësojnë iniciativën e ndërmarrë nga Bashkia e Vlorës. Ato që nga ngrenë jo gropa këtu, po gropa është gjithë Vlora, me gjithë shumë mirë që bëhet. Duket ka filluar punë të paktën. Mase kujtuam vlonjat punojnë në fundit. Bashkia e këta. Shumë mirë shumë. Ishte kryer në një problem për vitin. Pa problem. Mu shkonja problem, kafshë, shmim, thash, gjithë problem. Duket se po mirë. Por mua nësa shikoj, duket se ka filluar, se po shikoj dhe vëndet tjetër. E ka bërë grop, ju e dini shumë mirë se një vlonjat si mua dhe unë njoh dhe ju më njihni, bërë kej shumë. Po, më duket se pas këm në mbarë këta kjerë, inshallah bëjmë punë. Se shumë, me minje, me ato karkalecat, e gjitha era, brënda gjitha, edhe më mirë të bëhet parking se vdishme në makinat e dera. Të dera na i qojnë të dritarja, ban bym ato makinat, edhe kështu që të bëhet parking aty. Edhe u bë shumë mirë edhe të bëhen dhe këto, të priten. Edhe ato pemet të medhaja atje të na priten se na mbushen shtëpit plot me nga to mbeturina. Pra prej vitesh aty ishte kryer një rrezik. Po, ajo ishte kancer, nuk kaloi do të zvetë derdhe, mirë këto plerat, se hajde, se i hedhin dhe sheshtit e kështu, ja të krasiten, të bëhen, të rregullohen të gjitha gjërat. Gropën keni qenë gjithë këto vite. Shumë keq ishte, me atë bravo që u bë, shumë mirë. Edhe mirë të bërë në i parkim, po të bësë si ta zonja është mirë fare, se kjo lagje shumë e ngarkuar është. Sa shqetësim ishte për ju kjo? Shumë gjithandej, qoftë të vret sfyrin, qoftë pislëku, sheshit. Shumë keq ishte, nuk diskutohet. Për mikrobe, për çdo gjë, nuk ishte gjë e mirë. Me atë bravo që u bë. Të bëhet parkim. Kjo është zgjidhja më e mirë për të gjithë. Kënaqësi është, ikën në ato gjarprindeve ata, kënaqësi është. Por mu shkonja me drejtje me të gjitha. Shpëtoj lagje, shpëtojmë këto pallatet tu. Përshëndes iniciativën. Ajo të bëj dhe gjëra tjera jo këto. Të bëj dhe gjëra tjera më madhore bile. Ti bëj, pse mos i bëj? Kur e ka mundësim se mos ta bëj. Prandaj, ajo rob të qoftë. 2 kryetar ikën. Kishin frikë. Frikacakët, kjo gjigazoj, e bëri punën, që atë minëtë. Është pozitive çdo gjë. Mendoj bashkia e bëri punën e saj dhe është në rregull me të gjitha virtutet që i takojnë këtij vendi, kësaj rruge e kalimtare. Prandaj, bravo i qoftë zonjës që mori detyrën dhe i urojmë të jetë e çirtër në të gjitha veprimet. Për mbylljen e gropës është punuar edhe gjatë kësaj të shtune, se kundërndishti nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, edhe pse një ditë pushimi zyrtar për Bashkinë e Vlorës nuk ka qenë ditë e tillë, por një ditë pune. Me iniciativën e kryebashkiakes Brunilda Mersini, nisi të njëjtën aksioni për të mbyllur hapësirën gjigante, që ishte shndruar në një gangren të madhe për banorët e lagjes Partizani te Kishkin e Mali Demi, por edhe për qytetarët e Vlorës në përgjithësi. Pasi kjo zonë është mjaft e frekuentuar, pasi lidh qytetin me spitalin rajonal dhe fshatrat e lumit të Vlorës. Sikundër po ndishti nga pamjet në ekran, edhe këtë të shtunë është punuar intensivisht për të mbyllur gropën gjigante, e më pas për të rivitalizuar këtë zonë, duke vendosur në shërbim të komunitetit të zonës.